Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Në qarkun e Gjirokastrës ka nisur vendosja e sinjalistikës turistike për shtigjet dhe destinacionet kryesore. Shumë vizitorë do të udhëhiqen më lehtë drejt atraksioneve historike dhe natyrore, duke e bërë eksplorimin e rajonit një përvojë më të qetë dhe të këndshme. Ky projekt synon të promovojë turizmin dhe të nxjisë vizitat në qytet dhe fshatrat e Gjirokastrës. Parlamenti nxënësve për 2 vitet e ardhshme do të drejtohet nga Daniel Kore, nxënës i gjimnazit Asim Zeneli. Në një prononcim për RTS Gjirokastra, ai shprehet se në bashkëpunim me deputetët e tjerë do të punojë fort për të realizuar platformën e tij, e cila fokusohet në 2 shtylla kryesore që janë robotika dhe letërsia. Verozika nga Tepelena prej afro 5 dekadash merret me bletari duke kthyer pasionin e tij në një burim të qëndrueshëm jetese. Me rreth 150 koshere, ai njihet si një nga bletritësit më të njohur në zonë. Megjithse kushtet atmosferike të këtij viti mund të ndikojnë në prodhimin e mjaltit. Në Dervician u zhvillua aktiviteti i parë për kremtimin e festës kombëtare të Greqisë. Në skenën e Pallatit të Kulturës interpretuan 3 grupe folklorike nga minoriteti grek dhe 3 grupe nga Greqia, duke sjellë muzikë dhe valle tradicionale. Ky aktivitet shënon nisjen e festimeve lokale dhe forcon lidhjet kulturore mes komuniteteve në rajon. Ju njohim tani më gjerësisht. Në qarkun Gjirokastër ka nisur vendosja e sinjalistikës turistike për shtigjet dhe destinacionet kryesore. Shumë vizitorë do të udhëhiqen më lehtë drejt atraksioneve historike e natyrore, duke e bërë eksplorimin e rajonit një përvojë më të qetë dhe të këndshme. Ky projekt synon të promovojë turizmin dhe të nxjisë vizitat në qytet dhe rrethinat e Gjirokastrës. Në qarkun e Gjirokastrës ka nisur pajisja me sinjalistikën përkatëse për një sër shtigjesh dhe destinacionesh turistike. Kjo nismë vjen edhe si një nevojë viteve të fundit, pasi mungesa e sinjalistikës shpeshherë ka sjellë vështirësi orientimi dhe në disa raste edhe bllokime të vizitorëve në zona turistike. Ne kemi filluar që nga fshati i fundit, që fshati Kushovic, në zonën kufitare me Gregun, edhe kemi shtrirë deri në qytetin e Gjirokastrës, duke kaluar përmes dropullit të sipërm, dropullit të poshtëm, duke përfshirë dhe Lazaratin si destinacion turistik, dhe përfundojmë në Gjirokastër. Kemi krijuar disa segmente të cilat janë pajisur me sinjalistikën përkatëse, jo plotësisht, por një pjesë e tyre. Jemi akoma duke punuar intensivisht, duke respektuar njëkohësisht edhe protokollin e sinjalistikës që ka përcaktuar vetë Ministria, si duhet jetë, dhe duke lidhur itinerarit së bashku me monumentet e trashëgimisë kulturore. Sinjalistika përfshin sinjalistikën nëpërmjet lyerjeve me bojë sipas udhëzimeve dhe pajisjen me tabela orientuese, distancat, emërtimet, destinacionet dhe kryqëzimet midis tyre. Ndërkohë, operatori i turizmit, Joan Dandili, thekson se orientimi turistëve në zona realizohet në disa mënyra, përfshirë sinjalistikën në terren, harta orientuese dhe aplikacione digjitale që përdoren gjithnjë më shumë nga vizitorët. Itineraret ne pasi i regjistrojmë nëpërmjet pajisjeve GPS, i pasqyrojmë në harta topografike, ku më pas pasqyrojnë edhe në platforma të tjera që janë platforma më të njohura si Strava, Wikiloc e të tjerë. Janë platforma të cilët të turistët e huaj kryesisht ata që merren me guida hiking, do kenë mundësinë të orientohen më mirë dhe të gjejnë ato që kërkojnë. Me vendosjen e sinjalistikës së re, pritet që turistët të kenë më të lehtë orientimin në shtigjet dhe destinacionet e qarkut të Gjirokastrës, duke e bërë përvojën e tyre më të sigurt dhe më të këndshme. Parlamenti nxënësve për 2 vitet e ardhshme do të udhëhiqet nga Daniel Kore, nxënës i gjimnazit Asim Zeneli. Në një prononcim për RTS Gjirokastra, ai shprehet se në bashkëpunim me deputetët e tjerë do të punojë fort për të realizuar platformën e tij, e cila fokusohet në 2 shtylla kryesore, që janë robotika dhe letërsia.
Ky është Danieli, djali gjirokastrit që për 2 vite do të drejtojë legjislaturën e 4 të Parlamentit të Nxënësve. Arriti ta marrë këtë detyrë pas një rrugëtimi të gjatë institucional dhe emocional, siç shpreh ai, i cili u finalizua me sukses pas marrjes së 42 votave nga 130 deputet. Ka qenë në të vërtet, për mendimin tim është rrugëtim institucional dhe rrugëtim emocional. Rrugëtimi institucional ka qenë si fillim që unë u zgjodha një herë deputet i Nxënës këtu në Gjirokastër, është bërë një konkurs i vogël midis nxënësve si të gjimnazit si të 9-vjeçare se kush do të ishin deputetët që duhet të përfaqësonin Gjirokastër tek Parlamenti i Nxënësve, dhe më pas unë shkova në Drapin Fier, në institucionin e Drapit Fier, ku unë paraqita kandidaturën time ose më mirë platformën time. Në të gjitha drapet e Shqipërisë, si çdo edhe në Drap Fier, u zhvilluan për zgjedhja e kandidaturave për kryetar në parlament, ku u zgjodha unë nga arsimi mesit i lartë dhe u zgjodha një vajzë nga arsimi mesit i ulët. Pasi arsimi mesëm i lartë kandidote për kryetar dhe ai ulti për nën kryetar të Parlamentit Nxënësve të Shqipërisë. Me platformën time, deputetët nxënës të këtij Drapi Fier më votuan mua si përfaqësues ose me kandidaturë në këtë parlament dhe më pas unë garova edhe me 4 deputetet e tjerë nga drapet përkatëse. Siç e dim që në Shqipëri ndodhen 5 drape, 5 drejtori rajonale arsimore në Shqipëri, të 5 përfaqësuesit kandidonin nëpërmjet një fushate, ku paraqisnin platformën dhe pse deputetët e tjerë duhet që të na votonin neve. Ne më pas shkuam në parlament, ku paraqitën fjalimet tona, platformat tona për të njohur nga afër, dhe më pas deputetët, 103 deputetë e tjerë, pasi 10 kandidaturat nuk kandidonin, 5 nga arsimi mesit i ulët dhe 5 nga arsimi mesit i lartë nuk duhet që të votonin pasi konflikti interesit, dhe u votuam atje. Unë pata fatin që fitova nga 130 vota, të cilat janë deputetët runarita që të merja 42 vota, dhe për mendimin tim ishte një rezultat tepër i kënaqshëm. Nga ana emocionale pastaj ka qenë një rrugëtim shumë i bukur, pasi është një mundësi shumë e re për mua. Nuk e dija le të thoja që mund të garoja në institucione të tilla për nxënësit, dhe ka qenë një rrugëtim të vërtet shumë i bukur dhe me shumë të reja për mua. Si u ndihet kur dëgjuat emrin tuaj? Në të vërtet, duke qenë se ka qenë pak një rrugëtim i lodhshëm gjatë fushatës, pasi duhet që të bëja më të mirën time, që t'i bindja deputetet e tjerë që të më votonin mua. Ka qenë një moment shumë i gëzuar. Deklaratën e fituesit e ka bërë zonja Oriana Osmani, zëvendës ministrja e arsimit, dhe unë në momentin që ai përmendi emrin tim jam gëzuar shumë. Nuk e prisja, me thënë të drejtë, e prisja le të themi 50-50, pasi duke qenë sepse shikoja dhe fushatat e tjera dhe mendoja që okay, mund të kem mundësi ose nuk mund të kem mundësi të fitoja, dhe ka qenë me të vërtet një moment shumë i bukur kur dëgjova emrin tim. Për nxënësit nga nxënësit e ka titulluar platformën e vet, e cila përqendrohet në 2 pika: robotika dhe letërsia. Në këtë angazhim përtej procesit mësimor, Danieli është i sigurt se do ja dalë fal bashkëpunimit me deputetët e tjerë të këtij parlamenti. Do të hapen klubet e robotikës në gjitha shkollat, pasi siç e dim robotika është e ardhmja, informatika është e ardhmja dhe synoj këtë gjë. Dhe po ashtu kam pika ime kryesore e platformës sime është edhe ideja e startupeve. Ne dim shumë mirë që nxënësit kanë shumë ide biznesi dhe duan që të zhvillojnë këto startupe, por pa një fond financiar, këta nxënës nuk arrin dot që të zhvillojnë, dhe mendoj se mund të bëjmë më të mirë që ne t'i ndihmojmë jo vetëm nga ana financiar, por edhe nga ana e bashkëpunimit. Nga ana tjetër e letërsisë, pasi letërsia është edhe një nga pasionet e mia, kam që secila shkollë të ketë gazetën e saj, pasi është diçka që të gjitha aktivitetet ose të gjitha nismat të cilat shkolla mund të bëjnë ta pasqyrojnë, dhe nga ana tjetër po ashtu edhe krijimi i klubeve të korrespondencës me shkollat e tjera në Europë, pasi do të na ndihmojë shumë me lidhjen e universiteteve jashtë. Pasi ne dim shumë mirë që shumë rinia dëshiron më shumë që të angazhohet tek pjesa jashtë, nuk po them që neve do t'i pengojmë që të ikin, por do të bëjmë një urlisë midis tyre. Dhe po ashtu nga ana tjetër unë dëshiroj që të krijoj 2 rrjete nxënësish, rrjetin e qeverive të nxënësve dhe rrjetin e mentorëve. Rrjeti i qeverive të nxënësve do të iniciohet pas disa ditësh, pasi kemi bërë më të mirë ton me deputetët e tjerë për ta iniciuar këtë ide. Neve do të bëjmë, duke qenë sepse Parlamenti i nxënësve do të bëjë shumë inovacione, risi dhe aktivitete, mund të ishte pak e vështirë që unë si kryetar dhe 2 nënkryetarët e tjerë t'i lajmëronim 1 me 1 të gjithë nxënësit e Shqipërisë, që kështu rrjeti i qeverive të nxënësve do të bëjë të mundur që të gjitha lajmërimet që bëhen te Parlamenti i nxënësve të Shqipërisë të transmetojnë te shkollat e tjera të Shqipërisë, siç është për shembull Gjirokastra dhe të gjitha drapet e ZV-at e vendit. Ndërsa nga tjetër rrjeti mentorëve është që të gjithë studentët ekselent ose le të themi më të mirë të mësime, po mësojnë ata të cilët kanë nevojë për përmirësim, dhe mendoj se do të jetë diçka e mirë, pasi pse neve ta shikojmë mësuesin vetëm si roli që t'i zhvillojë aftësitë e tyre, kur vetë ne nxënësit mund t'i zhvillojmë aftësitë e shokëve dhe shoqeve tona për shkolla. Mendoj se do ja dal, duke qenë sepse janë edhe 139
të deputetët tjerë në parlament, edhe kryesia nga ana tjetër, Ministria e Arsimit e cila është mbështetëse, kemi një bashkëpunim. Me sa kam komunikuar dhe kam folur edhe me deputetët e tjerë, pasi pak ditë më përpara neve kishim zgjedhjen e komisioneve përkatëse, kemi bërë dhe një takim tjetër për këtë, kemi pasur bashkëpunim midis njëri tjetrit, kemi paraqitur nisma dhe mendoj se me këtë bashkëpunim që ka nisur do të jetë një rrugëtim shumë i frytshëm, pasi legjislatura e katërt, e cila është legjislatura përkatëse, ka një mandat 2 vjeçar dhe mendoj se gjatë këtyre 2 viteve ne si deputet do të bëjmë më të mirën tonë për një arsim më cilësor këtu në Shqipëri dhe mbi të gjitha me sa më shumë nisma të cilat do të rrjedhin nga ky bashkëpunim që neve kemi midis njëri tjetrit. Danieli e pat arsyeshme të shpjegojë edhe funksionimin dhe misionin e parlamentit të nxënësve. Është një strukturë e cila është e përbërë nga 140 deputet nxënës, të cilët vijnë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë. Është një keq kuptim të cilit njerëzit mendojnë pasi e ngatrojnë me një strukturë politike, por në të vërtetë nuk është kështu, është vetëm një strukturë e cila është e përbërë nga nxënës dhe që merret me problematikat ose risit inovacionit të cilat nxënësit mund të sjellin. Siç e thash, përben nga 140 deputet nxënës që zgjidhen në mënyrë rigoroze nga zvat përkatëse të Shqipërisë dhe po ashtu përben nga një kryesi e cila është e përbërë nga një kryetar dhe 2 nënkryetar. Problematikat kryesore që zhvillohen në parlamentin e nxënësve janë diskutimet që lidhet me cilësinë e arsimit, cilësinë e shkollave, por nga ana tjetër nisma kryesore ose rëndësia kryesore është aktiviteti dhe risia që nxënësit mund të sjellin, të cilat prezantojnë si fillim te ky parlament dhe bëhet miljet komunikimi nxënës, Ministria e Arsimit për nisma të reja të cilat mund të dalin, mund të krijohen. Zgjedhja e Danielit në këtë detyrë nuk është vetëm një sukses personal, por edhe krenari për shkollën ku ai studion, Gjimnazin Asim Zeneli. Vajza e parë komando në regjimentin e forcave speciale po hap një kapitull të ri për gratë në forcat e armatosura. Ajo tregon se kursi 3 mujor komando ishte një sfidë e fortë fizike dhe psikologjike, por përkushtimi e çoi drejt marrjes së detyrës si komandante toge. Oficerja thekson se është krenare për uniformën dhe se shërbimi ndaj dheut nuk njeh gjini, ndërsa forcat komando shqiptare qëndrojnë në vijën e parë krah aleatëve të NATO-s. Ministri Mbrojtjes Ermal Nufi ndau sot shembullin e vajzës së parë komandante në regjimentin e operacioneve speciale. Sipas tij, ajo është vajza e parë komando që merr këtë detyrë në regjimentin e forcave speciale, duke hapur një kapitull të ri për gratë dhe vajzat në forcat e armatosura. Në videon e publikuar, komandantja e togës u shpreh se shërbimi në trupën komando është një krenari dhe një përgjegjësi e madhe. Për mua është një krenari. Kjo të bësh çdo ditë me profesionist, njerëz të mirë servitur, të mirë trajnuar, të cilët me përgatitjen e tyre të bëjnë të jesh më shumë motivuar për të bërë punën me dashuri. Kursi komando 3 mujor që ka përfunduar ka qenë tema i vështirë, me shumë sfida, si fizike ashtu dhe psikologjike. Ishte kriter për të bërë pjesë e këtij batalioni dhe përkushtim dhe punë të vazhdueshme. I arrita të dalë të jem komandante togë. Për herë të parë, unë kam qenë në të gjera që vendosa dhe të thyet tabun, për të bërë pjesë e këtij kursi që historikisht ta kanë bërë vetëm gjinia mashkullore. Pjesa më pikante e kursit ka qenë periudha e mbijetesës. Ushtaraku është i gatshëm t'ia dalë të mbijetojë në çdo lloj terreni për të kryer misionin e tij. Çdo kursant gjatë kursit e mendon vazhdimisht momentin e dorëzimit nga gjithë ngarkesat dhe lodhja e madhe që është, por ajo që të bën të mos dorëzohesh është gjithmonë përkushtimi dhe dëshira që ke në fund për të marrë berretën blu. Çdo mëngjes që vesh uniformën dhe përgatiten për dalë para njerëzve, të cilët janë komando të vërtet, më bën të jem shumë krenare që ndodhen para tyre, dhe më bën të motivohem me ata për të kryer misionet tona dhe detyrat tona në mënyrë sa më të suksesshme dhe në standardet që kërkohen. Forcat komando qëndrojnë në vijën e parë krah për krah me aleatët tanë pjesë e NATO-s, duke pasur aftësinë për të arritur standardet, mobilizimin dhe përgatitjen e duhur që kërkohet për të kryer misionet tona. Mbështetja familjare ka një rol të rëndësishëm për çdo ushtarak. Unë kam pasur gjithmonë suport dhe ata sot janë krenar për arritjen time që jam vajza në berretën blu. Në ditën ndërkombëtare të gruajës, i them çdo vajzë dhe gruaje, besoni te forca juaj dhe ne jemi të barabartë në uniformë. Një mesazh për gjitha vajzat. Shërbimi ndaj dheut nuk ka gjini. Ju ftoj të bëni pjesë e forcave të armatosura. Një brez i ri vajzash po hyn fuqishëm në radhët e forcave të armatosura, duke dëshmuar se vendosmëria dhe leadershipi nuk kanë gjini. Një nismë komunitare në Delvin synon të mbështes zjarfiksit e qytetit. Mjeku Nikolin Kote shprehet se së bashku me nxënës të gjimnazit Sulejman Delvina siguruan ndihmën e një grupi zjarfiksish nga Colorado në SBA, të cilët duruan veshje profesionale.
Komuniteti dhe bizneset lokal kontribuan për të mbuluar koston e transportit prej 600 eurosh, duke ndihmuar kështu trupën zjarfikse që shpesh përballet me problematika. Dëshira për të qenë pranë zjarfikësve të Delvinës me mbështetje reale për të fjalëve ka çuar në marrjen e një nisme komunitare. Mjeku i njohur Nikolin Kote ka ditur të mbledh rreth vetes dhe të organizojë mbledhje ndihmash për stacionin. Ai tregon se si arritën të kontaktonin me një grup zjarfikësish në Colorado të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne kemi krijuar një grup që quhet Firefighters Project. Në grup bën pjesë Jamesi, që është nga Amerika, i cili është nga Korpusi i Paqes dhe jep mësim në gjuhën angleze në një nga gjimnazet e qytetit, dhe pjesë e grupit janë gjithashtu dhe disa mësuesa dhe disa nxënës të këtij qyteti. Ishin nxënësit e gjimnazit Sulejman Delvina, ata që kontaktuan me drejtues dhe zjarfikës të stacionit në Delvin dhe u bë identifikimi i mungesave e nevojave për pajisje, veshje profesionale e logjistik. Kemi midis që bëjmë servitjen, por duhet akoma të ketë pajisje që të kryet servitja. Mësohet se gjatë këtyre muajve të parë të 2026-s, miq nga Colorado grumbulluan veshje profesionale me destinacion zjarfik si Delvin, por problem mbetej transporti, i cili shkonte 600 euro. Veshjet dhurat pritet të vijë në dispozicion të trupës zjarfikse në Delvin. Kohë më parë, rinia e Finiqit ishte e para që u përfshi në një lëvizje të ngjashme donacioni në ndihmë të zjarfikësve të stacionit të kësaj bashkie. Nisma e mjekut të emergjencës Nikolin Kote, i mbështetur nga shkollar dhe nga komuniteti delvinjot, vjen si një tjetër iniciativë mbështetëse me krijimin dhe bërjen veprues të grupit Firefighters Projects. Në bashkinë Sarand, rreth 270 familje përfitojnë nga skema e ndihmës ekonomike. Numri përfituesve rritet gjatë muajve të dimrit për shkak të mungesës së punësimit dhe vështirësive ekonomike. Skema mbështet familjet më në nevojë si gratë kryefamiljare dhe familjet me shumë anëtar, duke ofruar ndihmë ujore financiare dhe orientim drejt mundësive të punësimit. Në bashkinë e Sarandës, rreth 270 familje përfitojnë mbështetje përmes skemës së ndihmës ekonomike. Numri përfituesve është më i lartë gjatë muajve të dimrit, një periudhë kur shumë familje përballen me mungesë punësimi dhe vështirësi ekonomike. Në bashkinë Sarand kemi disa skema të përfitimit të ndihmës ekonomike, të cilat dallojnë nga njëra tjetra. Kemi skemën nga buxheti i shtetit, pra që financohet nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, dhe nga kjo skemë ne trajtojmë 193 familje, ku përfshihet familjet që përfitojnë në sistemin e menaxhimit të ndihmës ekonomike dhe familjet që përfitojnë nga skema 6% e blok skemës së ndihmës. Nga ana tjetër, në këtë blok skem përfitojnë edhe 24 individ. Në individ përfshihen jetimët që nuk janë në institucione, viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare, fëmijë në kujdestari, viktimat të trafikimit. Nga ana tjetër, ne kemi dhe skemën e ndihmës nga të ardhurat e bashkisë, në të cilën në muajin e fundit aktualisht kemi 53 familje përfituese. Theksojmë që numri i familjeve nga buxheti në fakt ka rënje, por nga të ardhurat e bashkisë kemi një rritje të lehtë të numrit të familjeve, duke qenë se muajt e dimrit janë muaj që familjet nuk kanë punësim, përgjithsisht fëmijët fillojnë të ndjekin arsimin dhe kanë vështirësi ekonomike, kështu që përgjithsisht në periudhën e dimrit rritet ky numri i familjeve nga të ardhurat e bashkisë. Përfituesit marrin një mbështetje mujore financiare e cila ndihmon në përballimin e shpenzimeve bazë, ndërkohë bashkia thekson se krahas ndihmës ekonomike po punohet edhe për orientimin e familjeve drejt mundësive të punësimit dhe vetpunësimit, me synimi për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe uljen e varësisë nga skemat e asistencës sociale. Gjatë periudhës së verës me punësimin sezonal jo gjithmonë hiqet ndihma ekonomike. Në rast se familja vjen dhe deklaron, mundet ka një probabilitet të madh që familja të ngelet në skemë. Kjo ndodh kur familjet janë përgjithsisht me shumë anëtar dhe të ardhurat që përfitojnë nga punësimi sezonal nuk i plotësojnë plotësisht nevojat e tyre. Një numër i vogël familjesh përjashtohen pasi deklarojnë punësimin. Por duhet të theksojmë se në rast se nuk do ta deklarojnë punësimin, në atë rast ato përjashtohen automatikisht për mos deklarim.
Skema e ndihmës ekonomike synon të mbështes kryesisht stresat më të ndjeshme të komunitetit. Prioritet u jepet grave kryefamiljare, familjeve me shumë antar dhe atyre që ndodhen në kushte të vështira sociale dhe ekonomike. Përzgjedhja e përfituesve bëhet mbi bazën e kriterjeve ligjore, duke marrë në konsiderat të ardhurat dhe situatën sociale të çdo familjeje. Verozika nga Tepelena prej afro 5 dekadash merret me bletari duke kthyer pasionin e tij në një burim të qëndrueshëm jetese. Me rreth 150 koshere, ai njihet si një nga bletritësit më të njohur në zonë. Megjithse kushtet atmosferike të këtij viti mund të ndikojnë në prodhimin e mjaltit. Mes natyrës dhe zhurmës së bletëve, 79 vjeçari Verozika nga Tepelena ka kaluar më shumë se gjysmën e jetës së tij. Pasionin për bletarin e nisi në vitin 1975, fillimisht me vetëm disa koshere, por me kalimin e viteve u kthye në një aktivitet të mirëfillt. Fal përkushtimit dhe punës së vazhdueshme, ai arriti ta zgjerojë gradualisht këtë zanat duke numëruar deri në 150 koshere në vitin 2000. Kam nga 75 deri tani që kam merrem direkt me bletët. Kemi gjetur një në pyll. Atë e morëm, edhe me anë të asaj ai shumuan pasaj. Radhën e parë, vitin e parë i bëm me 5-6, pasaj i bëm në 10-15 e me radhë. Në kohën e monizmit kam mbajtur maksimumi deri në 25 koshere blet. Kam qenë në majt malit, në Malas, pa dhe një vend fantastik për bletët. Atëre ishte edhe koha një qikë më ndryshë se kishte bore, kishte këshu, me fjalë flora ishte shumë e mirë se sa tani. Çdo ditë, ai dedikon orë të tëra vëzhgimit dhe mirëmbajtjes së koshereve, duke u siguruar që gjithçka të funksionojë siç duhet. Në 75-ën deri në 80-85 ne merrim mesatarisht gati 50 kg mjal për një koshere. Shiko qarë bolloku kishte atere. Ndofta influencon dhe sasia e bletëve, kurse tani mund të marrësh maksimum 10-15 kg. Sot, puna e tij është kthyer në një biznes fitimprurës, por mbi të gjitha mbetet një pasion që nuk njeh mosh. Megjithatë, sipas tij, kushtet atmosferike të këtij viti pritet të ndikojnë në prodhim, i cili mund të mos harrijë nivelin e sezonit të kaluar. Këtë vit nuk morën fare mjalt mare, bile edhe rezervat ushqimore nga marja për bletët nuk u bën tamam normale. Me fjalë nuk ka ashtu. Kështu që si vjet jemi një çik më të detyruar për të shpenzuar më tepër lek për t'i mbajtur më mirë bletët. Nuk ka qenë shumë e fafoshme për neve, sepse neve duam të ketë sa më shumë dimër. Borë, të bëj keq dimri. Nuk e duam dimrin që të ketë dalje bleta gjatë gjithë ditë. Tani nuk bën pushim fare bleta. Derisa nuk bën pushim edhe konsumi i saj do të jetë më i madh. Tani kur nuk ka rezerva ushqimore jemi të detyruar neve t'ja plotësojmë asaj këto kushte. Për të, pasioni për këtë zanatë nuk njeh mosh, dhe se dashuria për bletët mbetet po aq e fortë sa ditën kur ai vendosi kosheren e parë. Në Dervician u zhvillua aktiviteti i parë për kremtimin e festës kombëtare të Greqisë. Në skenën e Pallatit të Kulturës interpretuan 3 grupe folklorike nga minoriteti dhe 3 grupe nga Greqia, duke sjellë muzikë dhe valle tradicionale. Ky aktivitet shënon nisjen e festimeve lokale dhe forcon lidhjet kulturore mes komuniteteve në rajon. Kostumet popullore shumë ngjyrëse zbukuruan shesin Konstantinos Mitsotakis në Dervician dhe ambientet e Pallatit të Kulturës. Tezës shoqatës kulturore Dropulli ju përgjigjen legjendat e grupit polifonik Zonja Teselos, si dhe grupi polifonik i Dervicianit. Njëkohësisht, nga Greqia erdhën 3 grupe folklorike, nga Zica e Greqisë në rajonin e Janinës, grupi folklorik nga Igumenica, si dhe shoqata Neon Poro nga rajoni Pieris. Aktivitetet për kremtimin e 205 vjetorit të fillimit të revolucionit grek filluan me aktivitetin e sotshëm në Dervician. Aktivitetet do të kulmojnë me parakalimin e nxënësve të datës 25 mars tu në shesin e Dervicianit, por edhe në shesin Livadja të Bashkisë së Finikit. Bashkia e Dropull ka një bashkëpunim shumë të mirë me njësitë vendore të prefekturës së Epirit në Greqi. Njëra prej tyre është Bashkia e Zicës në rajonin e Janinës.
Kam vizituar disa herë Dropullin dhe ndjem si në shtëpinë time. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Bashkinë e Dropullit, si në nivel bilateral, ashtu edhe në kuadër të projekteve ndërkufitare të Bashkimit Evropian. Falenderoj organizatorët për ftesën dhe ndihemi shumë të nderuar që jemi pjesëmarrës në një aktivitet për pjesën më të ndritur të historisë së kombit tonë. Ndërsa mbi nga Pieria vizitojnë Dropullin për herë të parë. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ήρθαμε. Ne vim nga Pieria dhe është hera e parë që vizitojmë Dropullin. Jemi të surprizuar nga mikpritja organizatorëve, nga bukuritë e kësaj zone, por na pëlqeu shumë edhe Gjirokastra. Së bashku me drejtuesin ton artistik kemi përgatitur një koncert të vogël me këngët e vallet më tradicionale të rajonit ton. Ndihemi të lumtur, por edhe shumë krenar për banorët e Dropullit. Το πιο όμορφα μέρη. Aktivitetin e përshëndetën kryebashkiaku Dimitraj Toli, konsulli i përgjithshëm i Greqisë në Gjirokastrë Sokratis Sorvinos, si dhe kryetari i fshatit Dervician Filip Boboli. Të pranishmit do kënë me kënaqësi dhe pritën me duar trokitje interpretimin e 6 grupeve folklorike. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të ditarit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë, miru takofshim.